Takimi nivelit të lartë i dyti përngalloi mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian ka nxjerrë përfundimet e veta në lidhje me përpjekjet e vendit tonë në drejtim të integrimit, si dhe këndvështrimet e institucioneve europiane ndaj realizimit të reformave për marrjen e statusit kandidat. Ndër të tjera, takimi që drejtoi nga kryeministri Edi Rama dhe eurokomisioneri Stefan Füle me praninë edhe të opozitës, thekson se konsultimi sistematik dhe përfshirja e parlamentit, si dhe palëve të tjera të interesuara në procesin e reformave, është kyç, ndërsa mirëpret miratimin me konsensus ndërpartiak nga Shqipëria të masave përkatëse, kyçe për reformën e gjyqësorit, administratës publike dhe reformën parlamentare, si dhe kryerjen me sukses të zgjedhjeve parlamentare në qershor, qëndrim ky i shprehur më parë edhe në raportin e Këshillit të Evropës në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa kërkoi që Shqipëria të japë prova për rezultatet e arritura. Është thelbësore që Shqipëria të vazhdojë përpjekjet për reforma dhe të vazhdojë të paraqesë prova të rezultateve të arritura, duke u fokusuar te shteti së drejtës, përfshirë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thuhet në përfundimet e takimit që zgjati për më tepër se 2 orë. Gjatë diskutimeve, komisioneri Füle theksoi se politikat konfrontuese nuk e ndihmojnë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe përshëndeti projektin e udhërrëfyesit për 5 përparësitë kyçe si një dokument të strukturuar mirë me afate realiste. Komisioneri Füle theksoi se komisioni është i gatshëm ta mbështesë Shqipërinë me ekspertizë dhe mbështetje financiare. Ai përshëndeti angazhimet e qeverisë shqiptare për të garantuar zbatimin e qetë të ligjit për shërbimin civil, me po atë frym dialogu dhe bashkëpunimi që çoi në miratimin e tij në maj të vitit 2013 për finalizimin e strategjisë kundër korrupsionit dhe hedhjen e hapave për zbatimin e saj, lidhur me përmirësimin e efikasitetit të veprimit në këtë fushë, për angazhimin me Komisionin e Venecias, lidhur me procesin e reformimit të sistemit gjyqësor, si dhe për garantimin e zbatimit të qetë të legjislacionit në këtë fushë, si dhe për intensifikimin e luftës kundër krimit të organizuar përmes veprimtarive specifike dhe të bashkëpunimit të përforcuar mes organizmave të zbatimit të ligjit. Nga ana e saj, qeveria shqiptare konfirmoi angazhimin e saj për një dialog politik konstruktiv dhe të qëndrueshëm me opozitën, çka është etike për qëndrueshmërinë e procesit të reformave.